Hej mikeshat e mia virtuale, mirë se erdhën në këtë vlog të ri. Janë disa javë që nuk kam hedhur më video këtu në YouTube dhe do t'jetë një mix i ditëve tona. Rutinat tona të përditshme, aktivitetet që bëjmë zakonisht dhe në këtë vlog do të keni dy gjëra të veçanta që është ditëlindja e babit ton dhe një hap shumë i madh për sa i përket Leilës. Kisha dëshirë ta ndaja këtu me ju edhe kësaj herë përveç se të tregoj eksperiencën time, mendimet e mia, kisha shumë dëshirë të dëgjoj edhe mendimin tuaj. Po e them që tani faleminderit shumë për suportin tuaj që shikoni dhe i hapni videot e mia. Shpresoj që videot ju pëlqej. Përqafime. Në një ditë tjetër, kështu si pa plan, erdhëm, do bëjmë pak pazar edhe për t'i marrë një palë këpucë të reja Leilës sepse i ka hëngër me bukë praktikisht. Nuk e di se si i prishi, si s'ka as 2 muaj, 2 palë këpucë të reja, to do t'i bëjmë vetëm për të dalë. Pra miret, o Leil, qysh hecin zonjushat pra? Qa je zonjusha po jo? Unë them hec si zonjushat, ja zonjusha kësaj. Hai visto Leila che carini? Me që jemi, me që na doli dielli, morëm një akullore. Të rikë shumë për të folur. Shikonin qatë dielli, është ora 7:35 njerëz, po diku të shoh. Unë po i jap një kështu pastrim super të shpejt kuzhinës përpara se të shtrihemi. Leila, Solea dhe Gjiku janë jashtë. Nuk kam filmuar këtë ditë. Nuk kam kështu. Nuk kam bërë vlog më sakt, se për të filmuar kam filmuar ndonjë gjë për Instagram, por nuk kam bërë vlog sepse nuk kemi bërë ndonjë gjë interesante këtë ditë. Kam qenë në shtëpi me gocat, Leila ka qenë vetëm një ditë në kita, ka qenë një kohë shumë e mirë, edhe të përhershme, nuk kisha çfarë t'ju tregoja. T'ju tregoja vetëm që pastrime, gatime, të përhershme. Sot dolëm pak si që keni parë. Në fakt patëm një komision, po që nuk na shkoi si që donim. E u deshi ta anullonim me histori e gjatë, që s'po rrit të them këtu. Nëse është një tematik që nuk e diskutoj këtu. Edhe çfarë është ajo? Okay. Që ka vetëm dielli, thash ç'ishte ajo? Nëse fiksimin. Edhe kështu pastaj ikëm bënim pak pazar, hëngrëm një akullore, pastaj kur erdhëm u bashkua me lagjen. Kjo është e bukura e zonës ku jetojmë ne, sepse tashmë njihemi me të gjithë edhe fëmijët shikojnë njëri tjetrin në rrugë dhe thonë do vish lozi në shtëpia ime, edhe për herë të parë sot Leila lozi me një çun që është klasë e parë. Edhe unë po i rrihet e kokas, jemi mësuar lojë me goca, po jo me çuna. Edhe çunat janë pak me lojë më kështu më të fortë, bëjnë gjërat më shpejt, më fort, edhe kisha si me merak. Nëse pastaj erdhi lozi pak këtu te ne dhe kaq, kështu. Bëm një shëtitje, hëngrëm darkën, e kisha lënë darkën gati, një gjellë me thjerza me mish e kështu. Edhe kaq. Tani do pastroj sa të kem mundësi. Nesër më në fund është e premte, edhe është Gjiku që më shikon. Do të me të jemi duart e punë, le lafët, mos le vlogun se në erdhi ora që të vejmë fëmijë në gjumë. Është e vërtetë që kështu po ikim. Do vej pak videon e Klaudia se sa po ka dal, edhe do shikoj sa të shikoj. Pastaj kështu shikoj me copa. Ta përfundoj kur të mundem, po që po e nis ndërkohë që bëj punët e mia, shikoj çik Klaudia. Qa do të thush ti? Që se kam dorën e mbarë? Shikon? Ja. Kur ja bo grus mas krave, vjen i mbjell pa grun. Që ka kjo teknikë kështu? Shikoni. Lavasha. Regjistruam Leilën zyrtarisht në shkollë. Në 2027 presupozohet që ajo të nisi shkollën gusht 2027. Ne regjistruan sepse s'ka donte ai termini për regjistrimin, fundi i regjistrimeve, por kemi akoma një vit kohë, maj të vitit tjetër, për të parë nëse ne duam ta çojmë, duke qenë se Leila është një fëmijë i gushtit, dhe këtu fillon shkolla në gusht, atëherë ne mund ta vendosim nëse duam ta çojmë apo jo. Dua t'ju tregoj diçka tjetër, edhe pastaj t'ju them pse nuk jam e sigurt ta çoj apo jo Leilën, edhe të më thoni dhe ju mendimet tuaja mbi këtë pjesë, sepse jam shumë e interesuar t'i di. Tani kemi një surprizë për Leilën, të shikojmë se si do t'jetë reagimi. Është çanta e saj për shkollën, dhe do shikojmë nëse do t'i pëlqej apo jo. Leila, mund të vish.
hapi. A të pëlqen? Po. Faleminderit, mami. Të pëlqeu shumë? E dia që do të pëlqente. Hapi? Qa ka këtu? Hape nisa? Kjo është për të fut rrobat e gjimnastikës, mami. Kur të shkosh ti për të bërë gjimnastik, kjo është për të fut rrobat e gjimnastikës. Po. Për të fut shuhet, rroba. Si që shikoni, Lela nuk po pret më që ta hapi. Këtu është vendi që ne vendosim. Ha? Edhe këtë. Po pra. Kjo është për të vendos. Stikersat ishin pjesa më e rëndësishme për Lelën në të gjithë këtë. Dhe këtu pastaj ti mund të fusësh monetat e tuja, moneda, lek për të marrë me vete. Këtë? Okej. Dhe këtu mund të ndryshojmë të gjitha stikersat neve. Hiqet kjo kështu. Po që të kare të ti stikers të volu? Po, të gjitha është çanta jote, mami. Je lumtur për këtë çantën? Po. Je lumtur, e dia që të ishe lumtur. Ndërkohë që Lela vendos ato stikersat, neve donim t'ju tregonim edhe për mbajtjen. Dhe vjen me këtë astuçin e vogël për lapsa, stirlapsa të përditshme, le të themi. Vjen edhe me këtë astuçin që është më i madh, që ka edhe të gjitha ngjyrat. Marka është GMT for Kids, GMT for Kids. Materialet që duan si fillim. Këtu është ajo ku shkruhet orari. Dhe tani kemi dhe pjesën tjetër. Vjen me të gjitha këto xhepat. Brenda është për ta mbuluar nga shiu, mami. Nëse do të bjerë shi, ne mund ta hapim, mund ta hapësh Lela. Ta tregojmë edhe shoqeve tona. Që ta dini ju, siç ju tham, ne këtë çantën e kemi parë nga shoqja jon Oktavia dhe normalisht gocat kur shikojnë gjërat e njëra tjetrës si duan se s'bën, po përveç kësaj, mirë që është e bukur estetikisht. Unë po kërkoja një çantë, po kjo është për ta mbuluar kur bie shi. Po kërkoja një çantë që të ishte e mirë dhe ergonomike. Po. Dhe çantat e GMT for Kids, po e kthejmë në shqip, GMT for Kids janë nga më të mirat. Janë të certifikuara, nuk e di tani si quhet ajo, por do ta shkruaj këtu që e kanë atë certifikatën për cilësinë ergonomike. Janë shumë të lehta. Tani Lela do ta provoj që ta shikojmë se sa e lehtë është. Do ta lej që ta mbylli vetë Lela dhe ky është një model i serisë Wall dhe peshon vetëm 1.200, 1.200 kg. Po? Lela si ja shtrënguam pak këtu. Prit mami, prit ta mbyllim. Hop, e mbyllim kështu, ktheu nga ana tjetër edhe këtu. Kjo mund të ngushtohet edhe nga ana tjetër. Mjafton që të hapni këtë. Hop, kështu. Si e ndjen mami? Si e ndjen te kurrizi? Ktheu kështu. Ta vret kurrizi mami apo e ke mirë? E kam mirë. Po, sepse këtë tjetrën duhet ta mbyllim këtu poshtë. Shiko. Bravo Lela, edhe mund ta ngushtosh. Tërhiqe mami që të ngushtohet? Të lom, ti e ngushton shumë mirë dhe vet. Bravo Lela, të lom. Siç po thoja për te i bukurisë, mua më interesonte edhe cilësia e produktit dhe ky është një produkt i certifikuar siç po thoja. Ka një sistem mbajtës që mund të zvogëlojë presionin në shpatullat e fëmijëve që janë kaq delikate. Paneli i shpinës shtrihet i shesh dhe nuk ka bërshllëqe që kjo e bën edhe më komode. Realisht preferoj që të kursej në rroba apo diçka tjetër, po këto gjëra mos t'i mungojnë sepse ka të bëjë me shëndetin e fëmijës. Është një çantë që do ta mbaj dhe kjo dihet që do zgjasë shumë kohë se ka një cilësi shumë të mirë. Siç e pat ka xhepa pafund për çdo gjë që i duhet fëmijës, është lehtësisht e pastrueshme, është kundër ujit, mbi të gjitha kaq e lehtë. Për çdo pyetje mos hezitoni të më shkruani, gjithashtu do t'ju vendos linkun edhe poshtë. Siç e pat Lilës dhurata i pëlqeu shumë, por doja të qëndroja te kjo gjëja tjetër, tek fakti që e kemi regjistruar por nuk dim nëse do ta çojmë, për faktin sepse Lela është fëmijë i gushtit, edhe themi okay, do nisi shkolla ajo sapo do ketë bërë 6 vjeçe. Unë e kisha pak me merak, si fillim thash okay, pse ta humbi vitin, pastaj na erdhën dyshimet, kur po bisedonim edhe me mamin, në fakt e kam biseduar edhe me Klaudin, kemi diskutuar që kur erdhi letra herën e parë, se përpara erdhi edhe Oktavias, i kemi gocat moshatar dhe diskutuam, edhe po thonim ndoshta shumë shpejt për t'i stresu, nga ana tjetër thoja pse t'ja humb një vit kot. Edhe
Kur pastaj na u dha mundësia që okay, mund ta regjistroni, po që mund ta ndërroni mendjen, atëherë thash okay, unë do ta regjistroj. Në qoftë se do shikoj që Lila është gati, atëherë do ta çoj. Në qoftë se jo, dhe kur them gati, kam fjalën për shembull kisha merak nga gjermanishtja dhe këtë e diskutova edhe me mamin e shoqës së Lelës që është po e fushës. Edhe po thonte jo, nuk do të ketë fare problem sepse janë kaq të vegjël, e kapin shumë shpejt. Për faktin që Lela nuk e ka gjuhë të parë gjermanishten, ka italishten dhe shqipen, edhe kisha kështu si me merak, nga që ajo nuk ka shkuar në kopësht rregullisht, po që ka një vit kohë për ta përmirësuar gjermanishten. Përveç kësaj ishte fakti për nga ana psikologjike se gjithsesi sa do ketë mbush 6 vjeç ose ndoshta nuk do t'i ketë mbushur akoma kur të filloj shkolla, edhe thash ndoshta nuk do të jetë totalisht gati. Kisha hallë se do bëhet një lloj provimi që bëjnë këto në Gjermani për të parë sa gati është fëmia, thash ndoshta nuk do të jetë gati, pastaj më thanë, shiko, nuk është asgjë, ai provimi është diçka që kalohet shumë thjesht, edhe mos të stresohem kot. Doja të dëgjoja pak mendimet tuaja, si e mendoni për këtë pjesë, nëse keni fëmijë që e kanë kaluar këtë fazë, feel free të më thoni në komente mendimin tuaj të sinqert të kjo pjesë, sepse realisht ne do ta vlerësojmë, siç thash, si nga ana psikologjike që është ndoshta ajo më e rëndësishme, si nga ana e gjuhës, sepse në fakt unë jam vetë fëmijë që ka kaluar nga shkolla në shkollë në Shqipëri kur isha një moshë vogël, edhe mu de shumë pak kohë që ta mësoja gjuhën, por prap ato vështirësit janë, edhe thash pse ti kaloj kot, po nga ana tjetër them sa humbi një vit. Kështu, këto janë ato mendimet që më kalojnë te koka dhe thash ndoshta ju e keni kalu para nesh dhe pse jo të shkëmbejmë pak eksperienca këtu te kanali, se më ndihmoni mua, po ndoshta edhe dikush që do të shikoj video dhe do të lexoj komentet. Kaq për këtë pjesë. Na u prish komplet Terezia i drekës. Unë në fakt isha lënë drek gati për gocat, kisha këtu merluc, një çik patate karrotë dhe një çik kuskus. Sa Lea në zugjumi, Lela e prish me budalliqe, hëngër një si tip pyreku, pice, ku di unë qa ishte ajo që morëm në supermarketi, edhe tani Solia u zgju edhe ja pa ushqim. Erdhe mami. Piano, dobbiamo montare tutte e due figurine un divano grande, che per fuori. Allora. Ok. Shumë bukur. Aha, tani mbuloj. Hajde mami të mbulojmë të bashkë. Po, hajde mami të mbulojmë bashkë. Sa e mirë jeti o zot kur do. Me shëndet. Rritu shumë lule. Me bereqet. Për gocat që duan të shumojnë këtë, unë praktikisht ka marrë një kras nga kjo, edhe kur ishin akoma pa qel, edhe kam fut të gvazo këtu. Ngula 3, tani. Kjo në fakt kanë zënë të treja, po kjo që është më healthy, më shëndetshme është kjo këtu. Edhe kanë zënë, tani këtë vit nuk pres që të më lulëzoj, po që shumë mirë, se nuk i gjej më pak se 6 euro një herë, nuk i gjej në supermarket, edhe prap se prap, atyre do t'i bie në lulet dhe nuk qelin më për këtë vit, që kështu i shumojmë vetë kur i kemi, pse të harxojmë lekët për bler diçka. Tani duhet pak durim, e bukur është ta kisha të çelur tani, po që okay, edhe kështu. Tani kemi hedh ca fara këtu përpara. T'ua tregoj se si është gjendja, se si u kam treguar fare. Po Lela, praktikisht si tha babi? Si tha babi? Mirë. Këtu të gjitha lulet që shikoni këtu, asnjëra nuk është e bler, janë të gjitha që i kam nxjerr, i kam marrë nga mbrapa edhe i kam vendos këtu. Këtu që e gjithë vargu me nga ato lulet e bardha, se dua që t'i bëj lule që çelin në çdo stin. Të para do çelin varg të bardha këtu, janë si çepujka që tani nuk duken më. Pastaj kemi këto që janë lule peonje. Po, edhe ajo është shumë e bukur. Këto janë peoni që çelin vetëm maj, lule maj. Dhe kemi marrë nga këto tani që kanë radhën. Qa kami? Është Lea që do të zhgrytet në dhej. Edhe këto kanë vaktin tani. Ishin, pra se do ikim tani, të them këtë gjënë dhe do ikim. Këtu kam vënë një tjetër nga këto. Nuk jam shumë e sigurt që kjo do mbaj,
se është shumë vonë tani. Kjo gjak ishte nxjerrë kështu për lule. Po nejse, unë bëra një tentativ tjetër. Edhe të gjithë këto tulipanët që kemi pas kanë qenë nga vërdall në për shtëpi. Tani vakti tyre ka mbaru, tani do thahen këto, siç e shikoni, dhe do sheshohet kjo, do presim lulet e radhës. Kam bjedh nisi ajo që e more të Klaudia, të kopshti Klaudias përpara shtëpisë, ato lulet praktikisht rriten kot, zen shumë kollaj. Këtu një tjetër e Stinës në pranverë nga të parat që çelin, këtu një tjetër po ashtu, këto të gjitha tani do zhduken, do ngelin vetëm qepujka, edhe vitin tjetër çelin prap. Erdha Lela. Avash do marrim edhe lavandën, nuk po nxitohemi. Avash që t'i gjejmë edhe me çmime të mira, edhe t'i vejmë si me rregull. Këtu kemi trëndafila që kanë zënë. Ishin trëndafila që pa ta blerë unë kështu për në shtëpi, pa t'i sjell Gjiku me Lelën, edhe tani i kam vendos këtu, edhe janë trëndafilat kuq, besoj, po. Edhe presupozoj që këto të zejnë. Ja dhe stomak pule, këtë recetën ma tregoj Klaudia, nuk kisha gatuar asnjëherë kështu. Edhe po, i kam bërë pak si me miell, me qep, hurdhra edhe erza. I zjeva në tigan, pastaj në i zjeva, i kalova në tigan me miell dhe pastaj i hodha pak ujin e zjerjes. Lela mund të flas pak, a ka mundsi? Sa po erdhi Lela edhe do hajnë bukë këto. Unë nuk e di në qoftë se kam kurajot i haj, më bëjmë pak sens. Ha, mami. Do pyesim Gjikon si do dalin. Do ujë me... Dhe kjo është pjata finale. Kemi karqof, që ne i kanë sjellë nga Italia, edhe... dhe këto stomak pule. Mirë mëngjesi. Ngriva, shkriva. Shkri. Ja, jeni mirë? Okej. Kush humi? Humi Pepinosh? Jo, Lola. Lola fiton. Lola humi. Giuseppina. Ska det visst vara. Gjuzi. Je pra atje. Gjiku arriti të përfundonte një pjesë të shkallës, është për të lyer edhe pothuajse shkalla jonë mbaroi. E keni parë që tek video që kam treguar atëherë me gjërat që morëm nga Tebu. Po, sorry. Lela, ku je? Ne po bëmi gati, unë jam gati tani po presim Gjiku. Edhe Lela, e cila ka vënë shkëlqysin e buzëve të mamit, se i pëlqeu shumë. Hapa kutinë e Goodie Box, edhe ky shkëlqyesi nuk i dha shumë rëndësi, se bëra edhe një unboxing të vogël. Këtu nuk po e bëj, e kam bërë, nuk e di ta bëj këtu, po që duhet të tregoj këtë. Qenka shumë i bukur. Është një lip gloss pa shumë erra, aromra. Hamisolia. Edhe po qenka realisht shumë i lezetshëm. Do shikojmë nëse zjat kështu apo jo, po si kur e vendos qenka super. Presidenti, unë jam Lela. Kemi babin në shtëpi sot, po përfitojmë nga rasti që të shkojmë tek një zyrë, se na duhet një certifikat për punën e nënshtësisë time, sepse jemi në procesin, jam gati në firmosje, edhe na duhet një certifikat, me pak fjalë. E kam kërkuar online, po kanë kalu disa javë dhe nuk ma kanë sjellë, që kështu po e shkojmë te zyra, se kështu është kjo rruga, burokracia gjermane. Po, sa do të bësh kade Lila po. No? Eccoli. Eccoli. Sikur ti lini xhamar pak më pastër, mirë do ishte, mami. Jo po, si gëzoni ju për këto pashaportat e huja, jo po si bëjnë këto që morën pashaporta. Këto janë komente që në fakt
I kam pa gjitha kur nxori Klaudia videon me nënshtetësinë që morën nënshtetësinë. Po ja i njerëz se nuk e kuptoni. Domethënë ne u sorollatëm, na ka i gjithë paraditja, sepse un kam kërkuar një certifikat, ka 1 muaj fix ditë sot 1 muaj. Edhe shkoj tek një zyrë, më thotë jo, do shkosh tek një zyrë tjetër, shkoj tek një zyrë tjetër, edhe i them ju kam çu 3 herë email, kjo certifikata duhet kishte arrit, edhe si ka mundësi që nuk ka arrit. Edhe më thojnë, nuk e dim t'japim një përgjigje, në fakt certifikatën duhet të ta jepnim edhe tani personalisht, por kolegja jonë është sëmuar, sistemi këtu ka ikën tilt, është çdo gjë nuk funksionon, që kështu duhet vish prap. Domethënë i thash, "Ok, un jam këtu, nuk mund ma nis me post paktën?" Thotë, "Jo." Edhe i them, "Ok, kur mund vi, kur janë oraret e hapura?" Oraret e hapura ishin vetëm të hënave pas ditës, unë para dite nuk shkoj dot. Edhe si përfundim, domethënë, më thonë, ndoshta të hënën nuk është akoma gati, po e pate urgjente ti, atëherë ndoshta arrin të mbarosh punë, domethënë njerëz, edhe thonë ju çaj ju duhet pasaporta. Po për ç'na duhet ajo pasaportë? As për një gjë tjetër përveç se mos i shohim bojën në këtyre zyrave dhe në qoftë se nuk e ke kalu këto, domethënë unë tiki atje me 2 fëmijë, edhe të mos mbaroj punë dhe duhet shkoj kush e di se sa herë, nuk e di, edhe kush e di nëse sa zyra të tjera, edhe akoma është një procedurë që nuk ka mbaru. Okej, jam goxha e stresume se del robi me qeshe, me lumturi, edhe si përfundim, i nxjerr jeta nga fakti që nga burokracitë, nga këto zyrat gjermane apo ku di unë çalloj, çdo lloj zyre kudo pas meje është stres. Prandaj ajo pasaporta neve na shpëton nga ky stres. Ja pse ne gëzojmë kaq shumë, ne emigrantët gëzojmë kaq shumë kur marrim një pasaportë, sepse nuk humbim ditët e tona në përzyre dhe nuk mbarojmë punë, dhe shkojmë një 20 herë atje. Erdha. Ndërkohë është ta harrojmë. E di ishte ndjes, u shkruajva këtu me ju, po që e di që do më kuptoni. Të heqim stresi duke pasur Lian që ka futur siku te kutia dhe loz aty. Ja, kështu na iku paraditja, tani të shikoj nëse më ka mbaru lavatriçja, dashka dhe kjo e shkretja një gjysmore, të futemi në shtëpi, të fillojmë ditën tonë nga e para. Paraditja na iku kështu. Hello, shikoni pak. Do t'ju përshëndes me new entry të familjes tonë. Tu kemi lavandën, kemi karçof, kemi dhe gjikun që po lagët në shi. Gjan, 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 gjan. Hello, mirë se erdhët në këtë video. Nuk e di ka nisur këtë vlog apo jo, nuk e di, me thënë të drejtën ku do ta fusim këtë pjesë, por që është nata përpara ditëlindjes së gjikut, edhe natyrisht siç e dëgjoni këtë zhurmën, është nisur torta, pa diskutim, si çdo natë përpara ditëlindjes në familjen tonë. Do ta pjekim te kjo tepsia jo shumë e madhe, sepse dua që të jetë lartë si tortë. Torta sapo iku në furr, zgjodha një tortë me çokoladë sepse di që është e preferuara Gjikut. Gjiku është shumë specifik me gustot e veta, unë e di se çai pëlqen, ai ka qef jo bukurinë, po të jetë një tortë e mirë, nuk ka nevojë për tortë skenike, po të jetë një tortë me shije të mirë. Për shembull në krahasim me atë që bëra për Soleana ishte më shumë skenike, për shembull me atë kremi me gjalp, ne nuk e preferojmë sepse kuptova që ne nuk e preferojmë sepse ishte hera e parë që unë e bëja me krem gjalpi, sepse shumë e rëndë. Ne duam një tortë të mirë, zakonisht për Gjikun përgatis tiramisu me gjëra të ndryshme në formë torte. E kam treguar dhe në Instagram edhe këtu, po të shikoni dhe videot e më përparshme. Po kësaj herë tash ok, do t'i bëj tortën me çokoladë sepse është një nga tortat që atij i pëlqen dhe unë jam e sigurt që do shkoj, kam bërë e duar sepse shkoj tek e sigurta. Do bëj krem me pana mascarpone, basic domethënë, dhe do ta mbush me, besoj që edhe me lule shtrydhe, dekorimin nuk e di, do ta improvizoj, po që kremi do t'jetë me pana dhe mascarpone. Lava makinerin që është një shpëtim, nuk më bën as pis as gjë, edhe këtu do ta përgatisim. Ku përgatitëm tortën, do përgatisim dhe kremin. E ndërkohë që kremi bëhet, se kjo është e bukur e asaj makinerisë që e le aty dhe vazhdo punën e vet, unë do mundohem që të bëj ndonjë dekorim të lezetshëm për në mëngjes.
sepse po, është fest në shtëpi kur ka njëri ditëlindjen. Unë e di që Gjiku nuk është shumë tipi ditëlindjeve, po prapë se prapë atmosfera duhet jetë e bukur gjithsesi, edhe sa i thot nuk ka problem, nuk dua se e pyeta çfarë do bëjmë. Jo, për mua s'ka rëndësi fare thot, po që unë jam vajza e ditëlindjeve. Unë i kam shumë qejf ditëlindjet edhe gjithmonë kush ka ditëlindje dhe unë jam aty afër, mundohem që ta bëj çik më special ditën. Edhe normalisht që i ta bëjmë edhe për babin ton. Lela një herë gëzon shumë që kështu do të jetë. Unë e quaj një ditë festi në shtëpinë tonë sa herë që kemi ditëlindjen. Edhe të mëdhej edhe të vegjël është për të festuar gjithsesi. Po i shtoj kremi që të bëhet pak më stabil. Okej, mjaltin për ta mbulcuar sepse nuk do t'i shtoj sheqer, por edhe pak djathë të freskët tip Philadelphia, sepse ndihmon që kremi të jetë më stabil, siç po thoja. Juhu! Ka kaluar 12 edhe torta është në frigorifer për momentin. Po, unë po laj këto që nesër mëngjes mos t'i kem këtu vërtall, enët e tortës, se ishin 2, sepse pa ta bërë 2 baza. Edhe, po, t'i uroj burrit tim edhe 100 vite të lumtura. Është babi më i mirë në botë dhe bashkëshorti më i mirë në botë. Po na zet turpi tani që kështu nuk po e zjasim shumë, po që i urojmë kështu ditëlindjen publikisht edhe i themi që e duam shumë. Si bazë torta duket kështu, e doja këtë efektin naked, nuk do t'i vej shumë pana, duhet jetë pak kështu rustike. Ndoshta edhe më pak t'i kisha vënë që dukeshin më mirë shtresat, po që nejse. Dhe tani do ta dekorojmë si ta shikojmë. Dhe ky është rezultati final. Tani për bukurinë nuk e di, po e di që është super yummy njerëz. Kemi riciklu pak dekor të Soleas, për nuk ka problem. Surprise! Tante auguri, papà! Grazie, spirito. In mezzo. Akoma nuk ka dalë torta. Voglio la torta! Voglio la torta! Papi, guarda! Shumë murime për ty. Shumë murime për ty. Kanta Lela. Shumë murime për babin. Uri. Daj. Shumë murime. Sei proprio macaroni. Si ju duket? Dai. Molto buono. Për drejt njerëz po përgatis një lasagna. I kam petet freskëta, janë petet që më kanë ardhur nga Italia dhe këto janë më të mirat për mendimin tim. Kisha salcën gati, pra nuk po lodhem fare, diskutua me Gjikun nëse donim të dilnim, por ai preferon jo, unë insistova me të drejtën, po që ai preferon që të mos dalim. Është e diel, në fakt nuk ka asnjë gjë hapur, do dalësh thjesht të hash në restorante dhe jo për qenë kështu si tek anjos, po nuk është se na pëlqen super shumë ushqimi i restoranteve këtu. Edhe tham do bëjmë ushqimin ton të preferuar, të Gjikut, gjithashtu që është lasagna. Edhe po, do jetë një ditë e qetë në shtëpi mendoj. Nuk e di është fakti u plakëm, u rritëm, nuk e di ç'a ndodhi. Edhe na shijon më shumë shtëpia jonë. Nuk e di, unë në fakt insistova, po do kisha qef të dilnim, po Gjiku nuk ishte dëshirë, që kështu tham okej, do ri në shtëpi, në fakt edhe me Solian e vogël nuk është se e shijon super shumë, sidomos tani që nuk rri në një vend. Është ajo mosha tani, 1 vjeç e sipër që do të heci gjithë kohën, ta mbash përdore, sepse Solia akoma nuk ecën. Edhe nuk do rinim ullë, që kështu më mirë në shtëpinë tonë, me ushqimin tonë të preferuar, nga kjo anë ka të drejtë, po që nuk e di, një e dalur e vogël nuk do ishte keq për të bërë pak një gjë pak më ndryshe si di ditëlindje. Gjiku e ka perceptimin e ditëlindjes totalisht ndryshe nga unë, nuk i bie mendja fare, nuk e di jam burrat kështu, po që unë kam qejf të bëj diçka të veçantë në fakt për ditëlindje. Po që ja, do adaptohemi me situatën.
Do ta bëj me 2 pako mendoj, ta bëj pak të trash kësaj herë se nuk mendoj se do bëj ndonjë gjë tjetër, vetëm lazanjën, të kemi lazanja mjaftueshëm të paktën. Lazanja është gati. Mendoj që ka dalë perfekte. Me shumë modesti, pa shumë modesti si i bie, po ka dalë mirë. Janë ato petat e mira në fakt që bëjmë këtë kështu. Murime për babin. Uri. Zeig mal Leila. Wow. Të di mërtili. Hello, nga një ditë verë gjermane. Shikoni çik sa bukur është këtu. Ne vendosëm të dilnim një shëtitje. Edhe ishte shumë kohë që unë nuk vija këtu, po që kam mbush pemën plot me gjethe. Hec, Ferdi, hec. Lo strappane una. No, non si strappa, mami. Perché no? Erdhëm në shtëpi dhe po bëjmë pizza day. Leila e para, natyrisht. Leila e kërkoi me salam, po me suxhuk është ky, po që normalisht nuk e ha. Po si duket pizza kështu, mami, është e mirë? Dhe ja, kështu rezultati, nuk e di se si duket, por realisht dalin të mira. Më thënë janë tamam të holla. Via, saranno scappate! Të sëli? Besanisht. Mirë mëngjesi nga shtuna e qumshtit. Kemi ardhur që të marrim qumësht njerëz. Kemi ardhur gjithë si lagje sot. Kemi marrë dhe shoqen me vete. Ditën e mbyllëm në park me Lelën që u kthye nga një ditëlindje. Lozëm pak, pastaj pam dhe perëndimin dhe kaq ishte. Faleminderit shumë që qëndruat deri në fund të videos. Putje.